I nderuar kryetari i Partisë Demokratike. I nderuar drejtuesi politik zoti Eno Bozdo. E nderuar Kuçova Madhështore. Nderim dhe minjorje të thellë për ju qytetarë dhe qytetare të Kuçovës krenare. Qytetit të burrave dhe grave të Forsit Çeliku, që as diktatura dje e as e padrejtësia sot nuk do munden të përkulin ju.
Ju me guximin dhe dashurim për lirin do të ndisni motorët e ndryshimin e 11 maj dhe do të jeni pishtar që do ndriçojë rrugën për një Shqipëri madhështore. Le të nderojmë flamurin ton duke kënduar himnin ton kombëtar. Faleminderit. Dhe tani le ta ndezim atmosferën dhe ta nisim bukur këtë aktivitet duke shijuar performancën nga grupi muzikor Bilbilat e Vrionit. Opa! Hey! Hajde! E po në kuqo more këtu të këpisha, vjen doktor Sali Berisha. O, doktor Berisha, ore ngrini lartore jata dy gishta. O, po në kuqo këtu të këpisha, vjen doktor Sali Berisha. O, doktor Berisha, ore ngrini lart ata dy gishtare. Hajde bëdim. E po shkrepi djeli, shkrepi drita, se shna djela si vita. O, doktor Berisha, ore ngrilat ata dy gishta. E po në djeli more shkrepi drita, o, shna djela si vita. O, doktor Berisha, ngrilat ata dy gishtari. E po që ngrite more poplinë në këmbë, e dira më more ta për zëmë, e dira ta për zëmë. Ore votoni e numrin e njëm. E po që ngrite more poplinë në këmbë, e dira më more ta për zëmë, e dira ta për zëmë. Ore votoni numrin e njëm. Njëshi fiton! Numri 1 fiton! Votoni dhe gjithë numri 1! Doktor, të uroj shëndet plot.
Do them vetëm një diçka. Kur ka vdekur qof largu, unë kam kënduar. Kur ke ikur ti në 2013, unë kam qarë. Të uroj një fitore sa më të madhe. Votori numri 1. Ju uroj shëndet gjithëve. I para që do të flasë sot është një përfaqësues i rinis, Ledion Marra, e mirëpresim. Mirëmbrëma Kuçova! Të nderuar qytetarë të Kuçovës, të nderuar demokrat, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, të nderuar kandidat për deputet të Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Unë jam Ledion Marra, 30 vjeç, lindur dhe rritur në Kuçovë. Kam vendosur që jetën time ta lidh me Kuçovën, sepse këtu kam miqt, familjen time, kushurinë, kujtime dhe gjithçka që kam lidhur me momentet e rëndësishme të jetës time. Por gjërat në Kuçovë po vështirësohen për shkak se nuk shohin të ardhme. Shumë moshatar të mi po ikin nga Shqipëria. Kjo po ndodh veçanërisht 3 vitet e fundit. Jam në dieni se edhe Berati, Dimali, Poliçani, Skrapari po vuajnë shumë nga kjo braktisje të rinjve. Për fat të keq edhe familjet kanë filluar të largohen. Largohen në emigracion dhe sigurisht është shumë e vështirë që ata të kthehen. Nëse gjendja vazhdon kështu, tek ne nuk ndryshon. I dashur doktor Berisha, unë ju kam ndjekur vazhdimisht në deklaratat tuaja. Unë e di se ju e keni shqetësimin madhor largimin e të rinjve, familjeve dhe shpopullimin e vendit, por e di gjithashtu se kërkohet shumë punë dhe shumë mund nga ana e qeverisë tuaj nesër në drejtimin e vendit. Në emër të rinjve, që duan të mos largohen nga vendi, por edhe të atyre që kanë ikur por kokën e kanë mbrapa. Ju kërkoj të bëni gjithçka që Shqipëria të ribehet vend normal, ku çdo i ri të ketë mundësi të ndërtojë normalisht jetën e tij. Kam besim te ju doktor. Fitore, fitore, fitore. Liliana Marra është një përfaqësuese e fermerëve. E mirëpresim Eduard Trokitje. Përshëndetje të dashur kuçovar, përshëndetje doktor Berisha, përshëndetje kandidatët për deputet të Partisë Demokratike të Qarkut Berat, zonja dhe zotërinj të nderuar. Jam përpara jush sot për të sjellë një mesazh. Mesazhin e fshatit ton të fermerëve tan, të bujqësisë dhe blegtorisë, 2 shtyllat kryesore të ekonomisë ton lokale. Në Kuçovë, shumica e njerëzve jetojnë me të ardhurat që fitojnë nga bujqësia dhe blegtoria. Por më duhet të them gjithashtu që sot në Shqipëri të jesh fermer ndoshta është profesioni më i vështirë. Jo vetëm për shkak të punës së rëndë, por edhe për shkak të mungesës së vëmendjes nga shteti. Për 12 vite me radhë, fermerët tanë janë lënë në mëshirë të fatit, pa ndihmë, pa subvencione, duke u detyruar të luftojnë për mbijetesën e tyre në kushte të padrejta. Dhe nëse kjo nuk mjafton, ne përballemi me një konkurrencë të pabesueshme nga tregjet e hapura të Ballkanit, kur prodhimet e vendeve fqinje të subvencionuara nga qeveritë e tyre i shfaqin produkte në treg me çmime me të cilat ne nuk mund të konkurrojmë dot. Po kështu, infrastruktura jonë është në gjendje shqetësuese. Rrugët janë të prishura, zonat prodhuese janë të izoluara dhe investimet kanë dalur që nga viti 2012. Ka toka pjellore që mbeten të pashfrytzuara thjesht sepse nuk ka rrugë për të sjellë produktin në treg. I nderuar doktor Berisha, kjo situatë ka shkaktuar një braktisje masive të fshatit. Të rinjt po largohen, fshatrat po bëhen gjithnjë më të thatë dhe nëse vazhdojmë me këtë rrugë, shumë shpejt nuk do të ketë askënd që të kultivojë tokën tonë. Dhe çfarë do të ndodhë atëherë? Tregu do të mbushet me produkte të importuara, të shtrenjta dhe jo gjithmonë me cilësinë e produkteve tona. Por sot ne kemi një shpresë. Unë e kam lexuar me shumë kujdes programin tuaj për bujqësinë dhe dua të them me bindje, ky është plani që ne kemi pritur. Pjesa më e goditur e këtij programi, veçanërisht si zona jonë ku kultivohet ulliri dhe ka shumë sera diellore, është financimi që ju premtoni.
e para 2.000 lekë të vjetra për çdo litër vaj ulliri të shitur, ndërsa sot fermerët tanë nuk kanë marrë asnjë lek. 200 lekë të vjetra për çdo kilogram ulli kokër të shitur, ndërsa sot nuk është subvencionuar asnjë lek. Dyvishimi i financimit për serat duke arritur në 800.000 lekë për 2 nymë. Heqja e taksës së qarkullimit të vendosur nga qeveria Rama, që ka arritur çmimin e naftës me 400 lekë, duke taksuar edhe mjetet bujqësore që nuk qarkullojnë në rrugë, do të jetë një lehtësim edhe për fermerët tanë. Këto dhe masa të tjera janë shumë të domosdoshme për nxjerrjen e këtij sektori nga kolapsi. Kemi shumë besim, doktor, që ju dhe qeveria juaj do ta mbani fjalën. Faleminderit për përgjigjimin, suksese dhe fitore. Tani kam kënaqësinë të ftoj në podium zotin Ertil Pasho, kryetarin e Partisë Demokratike në Kuçov. Të lumt goja. Përshëndetje të nderuar qytetarë të qytetit tim të Kuçovës, demokratë dhe demokrate, antarë të Partisë Demokratike, kryetarë dhe sekretarë të seksioneve dhe grup seksione, kryesi e Partisë Demokratike, që kemi punuar dhe kemi vuajtur 12 vite me këtë qeveri të korruptuar. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti profesor doktor Sali Berisha. Përshëndetje zoti Eno Bozdo, i deleguar i qarkut Berat. Përshëndetje kandidat për deputet për qarkun e Beratit. Sot jemi mbledhur këtu para bashkisë për të prezantuar kandidatët fitues në 11 maj dhe programin e Partisë Demokratike. Një program i cili vjen në ndihmë çdo pensionisti që marrin 70 deri në 130.000 lekë të vjetra, me fitoren e Partisë Demokratike do të marrin 200 euro për 300 ditë e para. Familjet pa punë, burrë dhe grua do të marrin 400 euro në muaj. Ndihma ekonomike do të rritet në 90 ditë e para me 200 euro në muaj. Në mbështetjen e bujqësisë dhe rritjen e pagave. Kjo është e ardhmja jonë drejt Bashkimit Evropian. Ne sot jemi dhe flasim këtu vazhdimisht para se të mbyllet fushata elektorale të kuptojnë programin e Partisë Demokratike. Kjo duhet të interesojë të gjithë shqiptarëve. Programi i Partisë Demokratike do bëjë të mundur që shqiptarët të kthehen në atë dhëmën e tyre dhe ne që jetojmë këtu të kemi një të ardhmë sa më të mirë për ne dhe për familjen tonë. Shqipëria është e shqiptarëve. Ndaj, ju lutem, të votojmë numri 1, të votojmë Partinë Demokratike, të votojmë kryeministrin e ardhshëm doktor profesor Sali Berisha. Doktor, Kuçova do bëjë ndryshimin. Fitore, fitore, fitore. Berisha, 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 Berisha. Tani kam derin të ftoj me kënaqësi drejtuesin politik të qarkut Berat, zotin Eno Bozdo. Mirëmbrëma Kuçova madhështore, mrekullia e njerëzve të lirë, njerëzve të punës, mirëmbrëma doktor Berisha, mirëmbrëma të nderuar deputet të qarkut Beratit, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zotin Ertil Pasho, zonja e zotrinj, është një kënaqësi, është një mrekulli që shikosh sheshin e Kuçovës të mbushur plot, me njerëz të denj, njerëz të punës, njerëz guximtar, që kanë vendosur që 11 maj ta çojnë Shqipërinë drejt begatis. Kanë vendosur të ndahen nga 12 vite të frikës, të presionit, persekutimit, të përzënjes shqiptarëve. Kanë vendosur të jetojnë këtu, me djersën e ballit, me ndershmëri, të kultivojnë tokën e tyre nëpërmjet programit Partisë Demokratike. Të mësojnë fëmijët e tyre nëpërmjet programit Partisë Demokratike, t'i japin dritë këtij vendi ashtu siç ka qenë në kohërat më të mira. Në 11 maj ne nuk bëjmë thjesht një vendosje kush do të qeverisë vendin, sepse për herë të parë në 30 vite nuk bëhet fjalë të zgjedhësh nëpërmjet një partie dhe një partie tjetër. Ne zgjedhim 11 maj nëse Shqipërinë do ta bëjmë Shqipërinë e ëndrave tona. Shqipërinë e vitit 1990 kur kërkonim Evropën. Shqipërinë e njerëzve të lirë, ku persekutimi politik nuk ekziston, ku secili punon, ku korrupsioni zhduket, ku investohet,
ku fëmijët jetojnë të lumtur pranë familjeve tyre. Ne zgjedhim, ti themi jo largimit, braktisjes shpopullimit vendit, ti themi jo coptimit, presionit politik që i ndodh mësuesve, administratës që po i ndodh këto ditë. Ne zgjedhim të ardhmen tonë, ne zgjedhim numrin 1, Shqipërinë madhështore. Ne zgjedhim kryeministrin ton, Sali Berisha. Ne zgjedhim të jetojmë të lirë vendin ton. Dhe këto do ta mundsojmë. Fitore, fitore, fitore. A jeni gati të mirëpresim ekipin e fitores për zgjedhjet e 11 majit? I pari Eno Bozdo, Zia Ismaili, Valbona Doko, Fatmira Kola, Farid Mahmutaj, Lefter Maliqi, Oltjon Merdari, Besnik Osmeni, Thomar Rumnici. Dhe tani më në fund, kam derin dhe privilegjin të ftoj në podum kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Kuçovës, banor të këtij rrethi, mirënjohjen time më të pakufishme, nderimin tim më të madh para jush dhe për ju, gra dhe burra, djem dhe vajza, njerëz të lirë, të grumbulluar në këtë shesh, me vullnetin tuaj, pa asnjë lloj imponimi, por të vendosur të mbështesni programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore, me besimin se ky është projekti më i madh, më i mirë i paraqitur ndonjëherë në 32 vite në Shqipëri. I dashur Zoti Eno Bozo, kryetar, udhëheq politik i qarkut Beratit, Zoti kryetar i Partisë Demokratike të Kuçovës, të dashur, kandidate dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, përfaqësues të qarkut Beratit dhe të rrethit Kuçovë, përshtetjet e mia më të përzemërta për ju, krenaria jon jeni, krenaria e Kuçovës, Beratit dhe Shqipërisë. Sonte do të më lejoni, do të kërkoj leje të përshëndes edhe ato qindra zonja dhe zonjushe, punojëse të administratës që të detyruara me regjistër, detyrohen të ndjekin dhe të ndëgjojnë dokrat me një fjalor ordiner të një njeriu i cili ka ditë të numëruara. Ti garantoj ato.
me lejoni t'i garantoj se për ato dhe për çdo njeri, çdo punojës që zbaton ligje dhe u shërben si shërbëtor qytetarëve shqiptar, do kemi nderimin më të madh dhe se me 11 maj merr fund një herë e mirë pjesëmarrje e detyruar në mitingje të ministrave apo kryeministrave, por sheshet do t'jenë gjithnjë të qytetarëve të lirë, të djemve dhe vajzave, burrave dhe grave të lirë, dhe kur me detyrim siç ndodh në këtë fushat. Miq, unë vite kju për të paraqitur programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore si programin më të mirë që është paraqitur ndonjëherë para shqiptarëve. Sot në mëngjes e nisëm fushatën në Selanik. Qindra, mira, vëllezër, motra tonë erdhen të ndëgjonin programin e partisë dhe të aleancës sonë. Erdhen më të vendosur se kur për të votuar me 11 maj shpëtim në Shqipërisë, ndryshim në madh për të votuar darjen e Shqipërisë dhe shqiptarëve nga një e keqe e madhe që po shkreton çdo javë, çdo muaj më shumë Kuçovën, Berati dhe Shqipërinë. Në të vendosur se kur për të votuar me 11 maj ndryshimin dhe ndarjen nga një keqe që po i rrëmbën kombit të ardhmen dhe rinin e tij. Jam këtu sot dhe garantoj Ledianin, bashkë moshatarët e tij dhe të gjithë të rit në këtë shesh dhe kudo që ndodhen, se 11 maj shënon fillimin e ri për çdo të ri, për çdo fëmijë, për çdo vajzë dhe djalë. Që dëshiron të ndërtoj ëndrrën e tij në Shqipëri. Dëshiron të ndërtoj të ardhmen e tij në Shqipëri. Po, ne garantojmë të reja dhe të rit, fëmijët, se shkollimi i tyre në shkollë në një arsim modern, në shkollat pajisura me teknologjit më të mira, me cilësinë më të lartë, do t'jetë objektiv kryesor duke dyfishuar buxhetin për arsimin, dhe se nuk do ketë më mesatare si shpat Demokreu që të pengoj ata për t'hyrë në universitete. Përkundrazi, dyert të universiteteve do t'jenë të hapura. Dhe pas përfundimit, qeveria do paguaj çdo sipërmarrës që punëson të rit, një vit sigurimet shoqërore për çdo të rit punësuar. Qeveria do të përcaktoj grante
për çdo biznes dhe start-up të trive tanë. Qeveria do përcaktoj grante, do jap grante për çdo kredi, në mënyrë që çdo çift i ri të ketë një çati. 30.000 euro për të mbuluar të gjitha interesat. Dhe më pas, me fëmijën e tretë, për ata që duan, qeveria do paguaj vetë të gjithë kredin. Miqtë e mi, do bëjmë gjithë shka, do bëjmë çdo gjë, të kthejmë nga emigracioni të rinj dhe të rejat që iken, por dhe çdo emigrant që do të kthehet në Shqipëri. Prova e jetës sonë, prova e forcës tonë, e vizionit tonë, është të kthejmë kombin në moshën e rinisti. Ky është qëllimi ynë. Kombi, vetëm kombi në moshën e rinis, është komb me të ardhme, është komb që zhvillohet, është komb që begatohet gjithnjë më shumë. Të dashur miq, ky program, siç e paraqiten edhe parafolësit e mi këtu, fillon me zemrën e dhimbsur, fillon me dhimbshurin. Ndaj dhe ne i japim fjalën e nderit çdo pensionisti dhe pensioniste, çdo të papuni, çdo njeriu në ndihmë ekonomike, çdo fëmijë me një prind, çdo studenti me bursë, se 100 ditë të para do kenë minimumin jetik, apo pensionin minimal, apo bursën 200 euro. Se 100 ditë të para në këtë vend do vendoset rroga minimale 500 euro dhe do shkohet me rroga mesatare 1200 euro. Miq, çfarë po bëjnë me këto? S'po bëjmë asgjë tjetër, vetëm po kthejmë tek ju parat që ju marrim nga ju. Ato janë taksat tuaja, ato janë mundi ju, janë djersa ju, janë kafshata juaj, që paguani në çdo gjë. Dhe çdo qeveri e përgjegjshme para jush, në Shqipëri apo në botë, ka detyrë që një pjesë të mirë të atyre që u merr t'ja u kthej ju përsëri. Miq, nuk duhet të ndalem në vitet e shkuara, por një gjë u them, pikrisht për zbatuar këtë detyrim, ne dyfishuam rrogat në vitet 2006-2013. Pikrisht për zbatuar këtë detyrim moral ligjor, ne dyfishuam pensionet e vogla, ne rritëm me 60% pensionet mesatare, ne rritëm me 40% pensionet maksimale. Po miq, parat janë qytetarëve. Në vitin 2013 ne arritëm, duke zbatuar këtë parim, që qytetarë shqiptarë me rrogë shteti, pensionistët shqiptarë, të kenë rroga më të larta se sa të gjithë pensionistët e vendeve tjera të Ballkanit, të kenë pensione më të larta. Po, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi në 12 vite? Çfarë ndodhi në 12 vite? Në 12 vite, malazest të cilët merrnin në vitin 2013 një pension për 138.000 lek,
ndërkohë kur pensioni mesatar në Shqipëri ishte 143.000 lek, sot marrin 450.000 lek pension. Po pse marrin pa ta kaq? Sepse qeveria Malit Zi e përgjegjshme para qytetarëve të saj në çdo buxhet u jep përqindjen e duhur qytetarëve. Kosova, një vend me një pavarësi pak vite më parë. Para 3 muajsh, Albin Kurti ndau 100 milion euro për pensionistët. 100 milion dhe u tha se çdo pensionist do ketë pension 20% më të madh. Po kështu rrogat minimale. Në vitin 2013, Rumania, që sot është antare e Bashkimit Evropian, dhe në atë kohë kishte një rrogë minimale 830 lei, afërsisht 164 euro. Sot se e ka 3.300 lei, e ka 2 herë më të madhe se ne. Në vitin 2013 kishim 220 euro rrogën minimale. Po pse? Po sepse qeveria i ndan parat, u kthen parat atyre që u merr. Si mundet? Prandaj dhe kërkoj nga ju të lumt goja. I kanë vjedh tek pensionistët, i kanë vjedh tek rrogtarët. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe ne kemi vendosur të rrisim rrogat, të rrisim pensionet, dhe vrapi ynë nuk ndalet gjersa çdo qytetar i këtij vendi, çdo pensionist i këtij vendi të ketë rrogën më të lartë dhe pensionin më të lartë se çdo bashkëmoshatar i tij në vendet tjera të Ballkanit. Ky është zotimi ynë para jush. Çfarë bën këta zotërit? Kjo qeveri çfarë bëri? Kjo qeveri vetëm këtë vit vuri përpara taksat tuaja 8 miliard euro. Dhe Edi Rama kishte përcaktuar dhe la gjithsejt 16 milion euro për pensionistët. Kur ne i paraqitem ligjin për minimum jetik 200 euro, jo tha, kjo na çon në gremin, po çfarë gremine na çon ajo? A ka gjë më të pak shpirt se të lësh për 870.000 qytetar tu 16 milion euro? Merr fund kjo, e tha bukur qytetari. Ata kanë vjedh pensionet, kanë vjedh miliarda nga pensionet tuaja, dhe pastaj thonë se po t'i rrisim birë në gremin. Gremina i pret për atë që kanë bërë. Miqtë e mi, Liliana, para jush këtu, paraqiti me të drejtë gjendjen të vështirë të fermerëve shqiptarë. Ju duhet ta dini se pas firmosi si Argati Vučićit Ballkanin e hapur, 80% e prodhimeve bujqësore në tregjet shqiptare vinë nga Shumadia dhe Banata, se hyn pa dogan. Në Shqipëri nisi një therrje masive e baktive. Subvencioni që ju merrni është 1/5 e asaj që merr fermeri në Maqedoninë e Veriut. Është 1/7 ose 8 e asaj që merr fermeri në Serbi.
është 1/4 apo 1/5 e asaj që merë fermerin në Kosovë. Merë fund. Dhe që bërje Edi Rama, këte vit, më falni, 8 miliard euro për 380.000 fermerë, të cilët japin 20% prodhimit brendshëm, të cilët punsojnë 500.000 shqiptarë. Sa dha gjithsejt 57 milion euro, nga të cilat fermerët marrin gjithsejt subvencion 32 milion. Fjala ime e nderit se kjo shumë do të pesfishohet, se ju për çdo njësi prodhimi, ser, ar apo çfarë do qoftë, për çdo fidan të mbjellë, për çdo kokë bagti të mbajtur, do të financohi një lloj siç financohen fermerët e vendeve për rreth. Dhe ju garantoj, pra do pesfishohet subvencioni dhe ju garantoj se prodhimet tuaja do mbrohen në sezon, se Ballkani hapur do të griset ditën e parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Dhe se taksa armiqësore ndaj fermerëve shqiptar, taksa asimetrike të VSH-s, merr fund. Taksa do t'jetë në blerje dhe shitje, sepse duhet që ju ta merrni mbrapsht të VSH-n dhe jo grosistët. Ju garantoj se do investohet çdo vit 70 milion euro në kullim, në vaditje, mbrojtje toke. Miq, ja ku është hidrocentrali i Banjës. Ai në radhë parë është vepër vaditëse. Është vepër vaditëse ndaj është ndërtuar. Dhe dytësor është energjia. Ju siguroj se potencialet e tij do të përdoren për të dyfishuar sipërfaqen e ujitër në Shqipëri. Miqtë e mi, Made in Albania, prodhimi shqiptar do jetë krenaria jonë. I garantoj biznismen e Kuçovës dhe të Shqipërisë, biznes i vogël, energjia zbret nga 18 në 6 lek. Bashkitë s'do mund të vendosin kur taksa dhe tarifa më shumë se 1%. Por nga që jam këtu tek bashkitë, do të shpreh nderimin tim më të madh për ju, për degën e partë, për demokratet dhe demokratet e Kuçovës, për fitoren tuaj. Në maj të kësaj bashkie me Lefter Maliqin, ja u grabitën, ju garantoj se ligji do të veproj me forcën më të madhe para tyre që grabitën mandatin tuaj. Miqtë e mi, janë momente shumë të rëndësishme, janë 2 javë para nesh përcaktuese. Thirrja ime për secilin për jush, për çdo mbështetës dhe simpatizant tonin, le t'i shpallim këto 2 javë, javë të misionit ton, e një misioni për të trokitur në çdo zemër, për të bindur çdo qytetar
se ky program nuk është program për një parti, është program për çdo shqiptar. Ky program, miqtë e mi, nga njëra anë kthen parat, po jo vetëm demokratëve, kthen parat çdo shqiptari që ka paguar taksa. Nga ana tjetër, ky program krijon një mundësi të re. Krijon një mundësi të re për 760.000 pensionistë që të kenë një jetë jo më siç e kishin më parë, të kenë një ushqim normal, por dhe ilaçet. Lista e ilaçeve do të jetë ajo që ka Republika Italiane. Do rimbursohet 100%. Se cili nga pensionistët dhe rrogullti do ketë kartën e konsumatorit, do i marrin ushqimet bazë me 20% më lirë dhe do marrin mbrapsht TVSH-n 450 euro, është pra sa një rrogë minimale po thuaj. Mundësi më e madhe do të ketë për çdo të ri i cili do shkollohet, nuk do përjashtohet nga universiteti përmesatare. Do ketë për çdo të ri i cili pasi marrë universitetin do mbështetet fuqishëm për punësimin e tij. Do mbështetet fuqishëm për strehimin e tij, për biznesin e tij. Do ketë për çdo nën, motër, grua, të cilat do mbështeten fuqishëm me kredi, me grante, për të udhëhequr biznese, për të patur sukses, por për të patur edhe bollek në familjen e vet, për të mos u detyruar kur më tu thonë fëmijëve se kjo sofër nuk mban kaq shumë, se kjo sofër është më e vogël se sa jemi ne. Nënat, motrat, gratë dhe vajzat shqiptare duhet ta kenë të qartë se Ministria e Familjes do t'jetë avokatja më e fuqishme e interesave të tyre, mbështetja më e fuqishme për to. Familje fort, ky është qëllimi ynë, po pa gra, nëna, motra të forta nuk ka familje të fortë. Miqtë e mi, pra, kjo është fushat për biznismen, i përgjysmohet barra fiskale, hapësirë më e madhe, punëson më shumë, kursen më shumë. Ne besojmë se në këtë mënyrë ne ngrem Kuçovën dhe Shqipërinë në madhështinë e saj. Kuçova është vend i rezervave të mëdha të naftës, por është vend edhe i pasojave serioze. Ju garantoj se do bëjmë gjithçka për mbrojtjen e këtij mjedisi dhe pastrimin e tij, për një mjedis të shëndetshëm për banorët e këtij rrethi dhe këtij qyteti. Zonja dhe zotëri, hidhni një sy fushatës tjetër, ka qeverisur 12 vite, nuk është i Zoti të paraqes asnjë sukses të vetëm. Dhe e dini pse? Diçka është bërë, se nuk mund të themi zero. Jo. Po problemi është se ato që janë bërë me një çmim 9-10 herë me çmimin real që duhet kishin. Kanë vjedhur 90% të taksave tuaja. Ndaj dhe burreci 2 metrash, edhe i them burrec se e meriton. Shiko, e kam ftue, po e ftoj dhe sonte këtu para jush, hajde t'ulemi këtu në Kuçovë bashkë, me këta burra dhe gra para nesh. Hajde t'ulemi t'japim llogaritë të dy.
Të shpjegojmë programin të dy. Ki ka qeverish 12 vite. Unë kam 12 vite që s'kam qenë pushtet. Urdhro. Tregoju qytetarëve çfarë ke bërë ti dhe çfarë do bësh. Ndryhet. S'del dot, nuk kam ban. Dhe vetëm flet me vetën çdo mëngjes. Sy më sy me ato që i thot vetës sa po zgjot, po flas këto, po flas ato. Po, së dyti, ju e konstatoni, kalon nga një shesh në një tjetër, me një tu fjalësh, bajate, banale, të turpshme, sikur jo kryeministër, por mund t'i vesh çdo epitet për të mos prish gojë, nuk po përdor epitete. Burrec 2 metra i gjatë, po i them prap. Çfarë flet? Kneta, zhapit, hardhucat, qyryk, autik, budalla, dhe to janë fjalori ti. Ky është fjalori ti. Por, dhe pastaj, përpiqet në një mënyrë meskine, me një mënyrë që mund t'i vesh çdo epitet, të krijoj çarjen nëpër familje, se burrat janë kështu, se ata janë këto, se po të mos ishit ju, ata do bësh me bisht, gjëra të cilat janë aq bajate, edhe në Big Brother nuk do ja pranonin. Jo. Por miq, çfarë fshehin të gjitha këto? Këto fshehin edhe një tmerrim të tij. Ai është i tmerruar. Është i tmerruar sepse çdo ditë që kalon e çon atë buz gremins, e çon atë buz disfac, e çon drejt 11 majit humbjes ti përfundimtare. Ai dështoj me çdo përpjekje për t'izoluar Partinë Demokratike. Ju e pat, miq, dje dhe pardje, ne kishim në Tiranë miq më të shquar, përfaqësues të organizacës të 110 partive të qendrës djathtë në Europë dhe në botë, të cilët shprehen mbështetjet plot dhe totale për ju, për Partinë Demokratike dhe koalicionin e Shqipërisë Madhështore, programin e saj, të cilët ja dogjen në dorë pasaportën kalpe të Edi Rams. Por, përsëri, ne jemi më të fortë se kur, sepse fushatën tonë e projektoj, e drejton kryestrategu i fushatës më të suksesshme elektorale në historinë e njerëzimit, rikthimit presidentit Donald Trump, Krisla Sivita. I ra kokës me dorë, me grushta, atë ditë që doli Krisla Sivita në konferencë shtypi. Por miq, këto 2 ditë është i tmerruar edhe më shumë, sepse mësoj se Partia Demokratike ka marrë për avokat të kauzave tuaja të drejta, për avokat të kauzës së drejtë të çdo shqiptari, të votës së lirë të shqiptarëve, avokatin e presidentit Donald Trump. Imagjinoni tani miq, në një anë
opozita me Krisna Sivitan. Në anën tjetër, ai me vullnetësinën, ja i dut një deputet që duhet dorëzonte mandatin dhe që infektoi Shqipërinë me mallat skaduara. Imagjinoni pak, opozita, Partia Demokratike, ju të gjithë, me avokat, një vigan, avokatin e president Donald Trump, kurse ai me bandat, me suelqelen, me bajrat, me hajrat dhe me tjerë. Ja i themu këtu para jush këtu. Janë të merruë se në mënyrë absolute ata do shpallen grupe terroriste me datën 12 maj dhe Edi Rama bashkëpunëtor kryesor i tyre. Po, kështu që edhe ato pak shpresa ju shuan, Edi Rama të ardhme nuk ka. Fitoria është e njerëzve të lirë, e qytetarëve të lirë, e atyre që besojnë tek shpirti madhështor i shqiptarit, tek Kuçova madhështore, Shqipëria madhështore. Rrëf shiu, rrëf Shqipëria, fitore, fitore, fitore. To survive, it's the eye of the tiger, it's the dream of the fight, rising up to the challenge of our rival, and the last will survive the country's heaven tonight. Is watching us now with the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, have the guts, got the glory. Where the distance now, I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the dream of the fight, rising up to the challenge of our rival, and the last will survive.
Berisha!